Mirëmbrëma, përshëndetje. Faleminderit që jeni këtu. Dhe e di që disa për jush, ndoshta, mund t'i keni parë disa video të shkurtra të cilat unë kam publikuar në lidhje me mënyrën se si mund t'jesh sa më interesante në bisedë, si të tërheqësh pikërisht atë vëmendjen e parë në biseda, si t'jesh një magnet për këto biseda kaq interesante, t'jesh ti ajo ndoshta edhe drejtuesja një bisede. E di që për shumë njerëz kjo mund t'jetë shumë e vështirë, sepse është gjithmonë ajo ideja e të pasurit pak merak ose pak frikë ose për të përballur me një njerëz që ndoshta nuk e ke njohur më përpara. Dhe është gjithmonë ajo ideja që po sikur të them fjalën e gabuar, po sikur të mos tregohem aq e zgjuar sa jam, ose çfarë do të them, ose çfarë do të bëj. Ideja është që duhet patjetër që në momentin e parë që të shkosh pikërisht për të hapur një bisedë të tillë, duhet t'ia thuash vetes tënde që ti je në të vërtetë magnetike për të tilla biseda. Pra në një farë mënyrë të shkosh me një lloj vetbesimi. Ky lloj vetbesimi nuk është se ndërtohet brenda ditës, por ti mund ta ndërtosh këtë lloj vetbesimi edhe duke u nisur, ndoshta fillimisht me shumë studim. Dhe nuk e kam fjalën të studiosh, fjala vjen matematik ose fizik, por të shkosh në pak studim të disa temave të ndryshme. Pra pak studim të shumë temave, shumë studim të disa temave, të cilat do të ndihmojnë që t'jesh shumë herë më lehtë për të folur. Nëse personalisht e kam pasur shumë të vështirë që të nisja një bisedë, ndërsa sot mund të them që e kam krejtësisht të lehtë për të nisur biseda. Dhe e dini pse? Sepse unë kam informacion për pothuajse çdo gjë. Duke qenë në një redaksi lajmesh, ti merr informacion nga çdo lloj fushe. Dhe kur ti di të flasësh për ekonominë, kur ti di të flasësh për gjeopolitikën, kur ti di të flasësh për politikën, kur ti di të flasësh për situatat ekonomiko-sociale, qoftë edhe ato që ndoshta nuk janë thellësisht ekonomike, por kanë atë ndikimin në gjithë shoqërinë. Kur ti di pak informacion për secilën prej këtyre, je automatikisht më tërheqës, sepse njerëzit e dinë që po flasim me ty dhe e dinë që ti e di se çfarë po thua. Ndërkohë, nga ana tjetër, janë edhe disa truke të vogla, nëse mund t'i quajmë kështu, që të ndihmojnë që ti t'jesh shumë herë më lehtë për të biseduar, për të qenë më tërheqëse pikërisht në këto biseda. Mënyra e parë është që në momentin që takon një person të ri, hiqe telefonin. Nuk ka ç'të duhet. Largoje telefonin edhe përpiqu që t'i japësh gjithë atë vëmendjen që e meriton ky person. Ulu aty edhe foli vetëm personin që ke përballë. Është sot mund të quhet si edhe e mbivlerësuar kjo lloj sjellje, sepse ne e dim shumë mirë se sa të lidhur jemi me telefonin. Telefoni sot, profesori im do të thoshte dikur, është zgjatim i dorës. Pra ti nuk është se ke më, është bërë tamam si organi ynë. Ti nuk është se ke më një dorën tënde dhe ke të lirë për të bërë çdo gjë, ti ke dorën me telefonin dhe duhet të kapësh me 2-3 geshta telefonin dhe pastaj të bësh çdo gjë tjetër, sepse telefoni është bërë i pandashëm. Dhe kur ti e ke telefonin të pandashëm, në momentin që ti e heq telefonin e lë mënjan dhe i përqendrohesh një personi në bisedë, ti tregon që je vërtet e investuar në këtë bisedë. Edhe në momentin e parë që ti tregosh se ti po investon në këtë bisedë, automatikisht je më tërheqëse. Imagjinojeni pak, nëse do të kishit përballë dy njerëz, edhe njëri prej tyre po rri në telefon dhe ndërkohë të thotë po, ndërsa tjetri e ka lënë telefonin edhe thotë, po pse mendon kështu? Po si është vallë kjo gjëja? Po ti nga e ke këtë informacion? Po sa studime janë bërë për këtë? Mendojeni pak. Cili prej këtyre ju do t'i flisnit më gjatë? Këti personi që thot po, dhe ndërkohë është scrolling në telefon, apo këti personi që vërtet po të bën pyetje? Normalisht ti do shift focus, pra ti do ndryshoj fokusin tënd dhe do përqendrohesh te ky person që po të bën pyetje. Dhe njëjta gjë ndodhet edhe me ty. Në momentin që ti do që të bësh tërheqëse, pikërisht për biseduesin tënd, ti duhet patjetër që të shmangësh telefonin, lëre mënjan, dhe përpiqu ta kuptosh tjetrin në thellësi, përpiqu të kuptosh çfarë po ndodh me të. Pse ai mendon kështu, çfarë informacioni ka lexuar, nga çfarë backgroundi po vjen që ka dalë në këto përfundime. Mbani kontakt me sy. Është pak po e sigurt mënyra se si
kuptohet. Nuk duhet ta bëni awkward ose creepy ose të frikshme, domethënë të çuditshme atë ndjesinë e ky personi po më sheh në sy edhe thjesht i ster në sytë e vet. Por duhet ta mbani këtë lloj sjellje në limite shumë fine, domethënë shumë të holla, domethënë të tipit e sheh në sy, pastaj kur ti jep argumentin, mundesh ta shohësh prap në sy, edhe pastaj prap të tërhiqesh, edhe pastaj prap ti kthesh të njëjtit komunikim, domethënë të alternohesh përmes kësaj. Por duke qenë se ti krijon kontaktin me sy, ti i jep menjëherë atë idenë të krijuarit të një lloj lidhje. Dhe në këtë moment ti e di që ti po i flet këtij personi. Pra nuk është se ti po flet me këtë dhe ndërkohë je duke parë gjithë turmën e njerëzve ose gjithë njerëzit që të rrethojnë, ose dhe ai nuk e di nëse ti po i flet atij apo po e thua diçka kështu në përgjithësi edhe thjesht do sa të kalësh kohën. Por kur ti i flet dhe ti e sheh në sy personin tjetër, automatikisht e kupton edhe ai që ti po flet me këtë person, edhe normalisht do të kushtoj shumë vëmendje. Një mënyrë tjetër është që të mbani një qendrim të hapur. Nëse ju jeni në bisedë dhe jeni këtu, tjetri duket i bezdisur, tjetri duket domethënë i dukesh ti, sikur ti kur ti je e bezdisur, ti po pret momentin kur do përfundoj, kur do ikësh që aty, kur thjesht të zhdukesh, thjesht të largohesh, dhe duke pasur këtë lloj ndërveprimi me tjetrin përmes gjuhës së trupit, automatikisht i ka lënë të kuptoj që gjëja nuk po shkon. Por nga ana tjetër, nëse ti mban një qendrim më të hapur dhe thua, po unë pash këtë, ishin 2-3 arsye, ishin kjo, ishte kështu, pastaj kuptohet, nuk e ke nevojshme të shpjegosh gjatë gjithë kohës me këmbë me duar, sikur po shpjegon, nuk e di, një PowerPoint, ose sikur po shpjegon detyrat e shkollës, mjafton që në momentin që tjetri flet, e dëgjon me vëmendje, mund të mbash një qendrim më të hapur për të kuptuar që po ti përveç se po e dëgjon, po e ndjek, mundet edhe ndonjëherë të mimikosh sjelljet e tij. Pra në momentin që ai vendos duart në këtë mënyrë, mund ta bësh edhe ti për t'i treguar që po unë po të mimikoj sepse po të ndjek, edhe po përpiqem të jem aty në të njëjtën mënyrë si ty. Përshtatni edhe ritmin e zërit. Po përshtateni lehtë. Në momentin që dikush është super i qetë për të folur për një temë, nëse edhe ju mund të jeni shumë pasionant për këtë temën që po flisni, nuk ka problem nëse ju e ulni pak ritmin edhe të flisni në mënyrë shumë më të qetë, edhe t'ia shpjegoni, pa që nevoja për të kaluar në gjithë atë vrullin e një pasioni që mund të keni për të folur për një temë. Ndërkohë nga ana tjetër, nëse personi tjetër është shumë herë më pasiv, mundet edhe ju t'ja jepni informacionin në mënyrë më të thjeshtë, pra ta bëni atë të kuptoj përmes gjërave të thjeshta. Jo gjithmonë njerëzit ndikohen nga ti, se sa magnetike je ti në këtë bisedë, sepse mund të kenë edhe 1001 probleme të tjera, por në momentin që ti ke 1001 probleme të tjera, kush do të mbetej më shumë në mendje? Një person që do të vinte përballë edhe do të thoshte ti nuk e ke mendjen tek unë, ti nuk po më dëgjon, por unë jam shumë pasionante për këtë temë dhe unë dua të tregoj ty çdo lloj informacioni, çdo lloj detaj për këtë temë, apo një person që kur ti ke 1001 probleme dhe ti mundesh edhe mos ja shprehësh ato probleme, por thjesht nga ana tjetër ti të duke në mimik që ti ke këto, e ke mendjen diku tjetër, a nuk do të mbetej më shumë në mendje një person tjetër që do të të jepte bazën e informacionit, të shprehur në mënyrë të thjeshtë, edhe do të thoshte, por nëse ndoshta një herë tjetër, kur të kemi më shumë kohë të flasim edhe mund të flasim edhe më gjatë për këtë temë, edhe të lë atë hapësirën tënde. Duhet ta kuptoni pak, gjithmonë komunikimi është ajo thika me dy presa, pra ti duhet të dish si ndikon tek tjetri, por si po ndikon tek ty, dhe përpiqu që të mos e marrësh personale çdo gjë që të vjen përballë pikërisht në këtë moment. Një nga
mënyrat e këndshme se si ta bësh tjetrin të mbaj mend është pikërisht në momentin kur përshëndetesh dhe ti i thua emrin ose gjatë bisedës i përmend emrin. Pra, ç'kemi, unë jam Migena, është kënaqësi që u takuam dhe ti ishe Andi, përshëndetje Andi, më bëj qefi që je mirë. Në momentin që ke pikërisht këtë lloj komunikimi, ti i lë tjetrit të kuptoj që ti more diçka nga kjo bisedë. Edhe sikur mos kesh marrë asgjë, ti ke marrë emrin e këtij personi. Andi, Migena, në këtë rast, janë dy emra që mund edhe të thuhen edhe të fiksohen. Që në këtë moment kur tjetri ka gjithmonë atë ndjesinë për të dëgjuar, të kushtoj më shumë vëmendje personi tjetër kur dëgjon emrin e vet, kur dëgjon emrin se si tingëllon nga zëri i personit tjetër. Dhe në momentin që ti e ke këtë, automatikisht je më tërheqëse. Por duhet të mbani parasysh se emri duhet të thuhet vetëm një dy herë, si thjesht për të tërhequr atë pjesën e vëmendjes, por nëse bëhet shumë bajate, mund të kthehet edhe në sikur ti po e sulmon ose po përpiqesh të thuash diçka që përtej asaj çfarë ti ke dashur të komunikosh. Do të detyrosh tjetrin të fillojë të lexojë nën rreshta, dhe nën rreshta mund të lexojë pafundësisht gjëra, kështu që mos e teproni. Bëni pyetje interesante. Por në momentin që ju, siç e thash, në momentin që ju keni telefonin në dorë, nuk do të arrini do t'i bëni pyetjet interesante, sepse do t'jeni të shpërqendruar nga telefoni. Por nëse tjetrin e dëgjoni me vëmendje, qoftë në momentet e para, ju mund t'i bëni pyetjet interesante. Mund t'i bëni pyetjet interesante sigurisht pa devijuar për ta kthyer këtë në një seancë pyetje-përgjigje ose në një seancë ku ti je prokurori dhe ai është i akuzuari dhe ti duhet ta pyesësh për çdo gjë. Nuk duhet të jetë kështu, nuk duhet të japësh këtë lloj vibe, këtë lloj energjie, sikur ti e ke marrë këtë tjetrin pyetje dhe duhet i bësh pyetje nga më të ndryshmet, deri edhe për ta vënë në siklet. Përpiquni ti bëni pyetje nëse ai thot diçka, për shembull, në kohën kur unë isha këtu, ndodhi kjo gjëja, dhe ti mundesh thjesht të thuash, ku diun, po pse, ku e ke përfunduar studimet, ku e ke përfunduar gjimnazin, për ku diun, gjëra të tipit që njerëzit ndonjëherë mund të tregojnë krenari në momentin që e thon. Për shembull, dikush mund të thotë, unë kam përfunduar studimet masteri shkencor drejtim menaxhim mediash në gazetari komunikim në Fakultetin e Tiranës, do ta thoshte me shumë krenari një gjë të tillë, ndërsa një tjetër mundet edhe mos e ketë me shumë krenari për ta thënë këtë në momentin që fjala vjen nuk ka përfunduar një universitet me shumë emër, ose nuk ka përfunduar ndoshta një kualifikim, fjala vjen masterin ose këto të tjera. Duhet të tregojeni shumë të kujdesshëm, domethënë edhe me pyetje, mos e ktheni në pyetje përgjigje. Ndoshta një mënyrë shumë e mirë që t'ju ndihmojmë mund të jetë e tipit si po të duket ambienti ose çfarë të lidh me personin të cilin të ka ftuar në të njëjtin ambient ose çfarë të sjell ty këtu. Përveç se unë erdha për këtë, unë ndoshta takojeni në një konferencë pune ose diçka. Unë kam takuar njerëz në konferencë pune, kam ardhur këtu për shkak se jam në kërkim të një pune, jam në mes të ndryshimit të punëve ose po kërkoj për më shumë mundësi për veten. Po ty çfarë të sjell këtu ose ku di unë. Përpiquni që në momentin që kalon biseda duke folur edhe për pasionet, për shembull fjala vjen, unë jam gazetare, por gjithmonë kam pasur pasion ekonominë, edhe jam përpjekur që të investohem pak më shumë, prandaj po ndjek edhe leksione ekonomie ose po ndjek edhe një simpozium ose po ndjek edhe gjithë këto të tjera, domethënë varet nga situata ku do të jeni. Dhe në momentin kur dikush fillon tregon pak për ato pasione, dikush mund të ketë pasion një fotografin, pikturën, ku diun ekonominë në këtë rast ose diçka tjetër. Edhe në momentin që ti e pyet, edhe mund të fillosh edhe të pyesësh, po
pse, ç'ne, nga të erdhi ky pasion, ku e kuptove, ose ku diun, thjesht të bësh temat, domethënë të bësh pyetje të cilat nuk janë shumë rënduese, por e bën tjetrin të flas pak më shumë për veten. Mund t'i pyesni çfarë është një gjë, për shembull, që për momentin të jep vërtet energji pozitive, a ndihesh mirë ndoshta në ambientin e punës, a ndihesh mirë në ambientet ku ti shkon për të ndjekur pasionin tënd, ose domethënë a e gjen veten, sepse ti mund të shkosh për të ndjekur pasionin tënd, fjala vjen në një kurs pikture, por në atë kursin e pikturës ti nuk e gjen atë energjinë tënde. Thjesht e di që do doje më mirë të pikturoje afër një lumi sesa në orën e kursit të pikturës. Janë 100 gjëra që mund t'i pyesni edhe në lidhje me energjinë dhe me ndjesitë që marrin nga një vend i caktuar. Një teknikë e vogël që mund ta quaj kështu si mënyrë për t'u sjellë ju është mënyra se si, për shembull, në momentin që tjetri është duke u përgjigjur dhe ju bën një pyetje, mund të merrni pak kohë për të thjesht për të ndaluar edhe për të dhënë atë hapësirën e suspansës. Sikur, okay, po të dëgjova dhe pyetjen, po mendohem, sepse në këtë mënyrë ti vërtet i kupton, ti i lë tjetrit të kuptoj që unë po të ndjek me vëmendje, dhe në momentin që ti bën një pyetje, unë përpiqem që ta mendoj këtë pyetje përpara se të përgjigjem. Edhe kjo është një mënyrë që e lë atë tjetrin të kuptoj që vërtet ky person po më dëgjon edhe vërtet po e mendon atë gjën që po thot. Ndërkohë nga ana tjetër, lër një hapësirë të shprehë tjetrit. Në momentin që ju bën një pyetje, ose ju bën një pyetje, ose ai tjetri thjesht fillon të shprehet për diçka, lëre të flas. Edhe nëse ai thot, jam shumë i mërzitur nga puna, dhe ti në fakt ke një mal me situatat të tua të cilat të kanë bërë që ti je shumë e mërzitur nga puna, lëre tjetrin të shprehet. Dëgjojeni deri në 3-4 minutat e para. E di, mund të jetë shumë e vështirë, por dëgjojeni pa ndërprerë. Në momentin që ju e dëgjoni pa ndërprerë, pa i thënë, ai tjetri thot, më bërtiti shef, dhe ti thua, wow, po nuk e ke idenë çam tha mua. Nëse ti e bën këtë që në minutat e para, e humbe. Edhe nuk je person që njerëzit do donin të flisin sërish. Pra, je një person që thjesht njerëzit, mund të flasin për momentin, edhe mundet edhe ata ta kenë mirësinë për të dëgjuar ty, por nuk je person tërheqës në bisedë. Ata nuk do vinin më kurrë të flisnin, sepse nuk do gjenin atë hapësirën për të shprehur, sepse do thoshin, nuk kam, domethënë edhe sikur të kem hallin më të madh në botë, nuk kam ndërmend të shkoj t'ja them Migenës, sepse Migena direkt fillon të tregon nga hallet e veta. Edhe nuk kam nerva, domethënë kam boll këtë hallin tim, nuk dua të ngarkohem akoma më shumë emocionalisht me gjithë hallet e Migenës, sepse Migena nuk ndalon së ankuari. Për çdo hall timin, ajo ka një hall 5 herë më të vështirë se imi, kështu që nuk kam nerva të merr me të. Edhe nuk jem më njëri tërheqës. Ideja është që në momentin që dikush vjen shprehet tek ty, dëgjoje dhe lëre të flas, lëre të shprehet deri në fund. Pastaj nëse ti ke një rast tëndin, sigurisht mund t'ia thuash, unë veprova në këtë mënyrë kur u përballa me një situatë të tillë. Përpiquni që në momentin që flisni me dikë ose merrni informacion nga dikush, t'ja vlerësoni atë identitetin që ai do të shfaq. Ka njerëz që duan automatikisht në momentin e parë që flasin të tregohen sikur janë superior, sikur janë shumë më të zgjuar, sikur aty thjesht ju kanë bërë padrejtësi dhe kanë ardhur aty, ose ju ndodhin gjithmonë gjëra të këqija. Përpiqu që të bësh këtë vlerësim të identitetit. Dhe kjo të ndihmon më shumë ty në fakt, sepse në momentin që ti bën këtë lloj vlerësimi të identitetit, ti do ta dish nëse këtij personi do vërtet i flasësh apo jo. Sepse ka disa njerëz që vërtet edhe nuk ja vlen shumë të flasësh. Domethënë edhe mund t'i dëgjosh edhe
mund t'i shprehesh për diçka, por pastaj kur ti e sheh që është një njeri që vetëm ankohet, vetëm nxjerr viktimën, sikur ai është viktima në çdo situatë që i ka ndodhur, pra nuk mban përgjegjësi për asgjë, fillon edhe mendon, a do vërtet ta kesh një lloj njeriu të tillë, domethënë në rrethin tënd shoqëror, sikur minimalja të jetë kjo? Përpiquni që të shihni edhe mënyrën se si shprehet, domethënë përpiquni të shihni mënyrën se si shprehet për si vi logjike. Ai e mbush gjithë atë fjalimin që ka me fjalë të bukura, me fjalë ndonjëherë me fjalë ujëra, me fjalë boshe, apo vërtet ato gjëra që po thot i ka në mënyrë genuine, i ka në mënyrë shumë sinqert. Edhe kjo do t'ju bëjë që edhe ju ti përgjigjeni në të njëjtën mënyrë, sepse kur e kuptoni tjetrin për nga mënyra se si ai ju flet, ju e keni shumë herë më të lehtë për t'ju përshtatur edhe për t'i ardhur në atë qasjen që ky person po përpiqet, domethënë të sjell përpara, që edhe ti të përpiqesh të jesh pikërisht tërheqëse po për këtë karakter. Nëse dëshironi që bisedën ta zgjasni, përpiquni që t'i zgjasni pak përgjigjet tuaja. Për shembull, diku aty në mes, ndoshta mund të lini edhe ndonjë detaj interesant, mund të shtoni ndonjë detaj që për momentin mund mos ketë shumë rëndësi, por nga ana tjetër mund të jetë një mënyrë më interesante për ta zgjatur edhe pak bisedën, domethënë për t'i lënë atë hapësirën që personi tjetër t'i kapsi grepa edhe të thotë, po fole edhe për këtë. Ndërkohë që po të dëgjoja që po flisje për ekonominë, fole edhe për pikturën. Çfarë të lidh? Ke ndonjë pasion? Ku di unë, domethënë duhet t'i japësh atë hapësirën vetes tënde për tu shprehur në atë mënyrë që edhe tjetri të ketë mundësinë për ta zgjatur pak atë bisedën, jo thjesht me përgjigje të shkurtëra, të prera, sepse në këtë mënyrë ti nuk I lë as pak as kuriozitet. Vim te një pikë tjetër, kurioziteti. Përpiquni që të ngjallni pak kuriozitet. Ndoshta mos përdorni përgjigje shumë të shkurtra, por përgjigje të cilat ndoshta mund të jenë pak fare evazive. Për shembull, në një pikë të caktuar mund të jepni përgjigje evazive në mënyrë që ta nxjisni pak kuriozitetin, që të pyet, po më the që ishe në mes të ndrimit të punëve, çfarë ndodhi? Ose më the që ishe duke menduar që të udhtoje në një shtet tjetër. Si po shkon puna, ose a ke planifikuar ku do shkosh, ose gjëra të tilla. Ose mund përmendni ndoshta një projekt të papërfunduar. Edhe thjesht thoni, kam një plan në lidhje me këtë, kam një plan në lidhje me atë, duke treguar nga ana tjetër që ju jeni një person që I planifikoni gjërat, ju jeni një person që punoni edhe në mënyrë të pavarur, ju jeni një person që jeni tërheqës në vetveten tuaj. Pra në jetën tuaj ju përpiqeni që t'i bëni gjëra tërheqëse. Pra nuk jeni një person monoton, nuk jeni një person sado që ka shumë njerëz që thonë që nuk më pëlqen monotonia, ku di una, dhe prapse përfundojnë duke bërë të njëjtën gjë gjithmonë, dhe përfundojnë duke qenë monoton. Nga ana tjetër mund të kesh njerëz që thonë, jo, më pëlqen monotonia ime. Për shembull, unë jam një ndër njerëzit që do thoja, më pëlqen monotonia ime. Më pëlqen kur unë zgjohem mëngjes, përgatis gjërat e mia dhe pastaj shkoj në punë dhe mbyll punën dhe merrem sërish me gjërat e mia. Por nga ana tjetër mund të kesh, domethënë ky person që mund të thotë se më pëlqen monotonia dhe vazhdon t'i bëj gjëra sipas mënyrës vet, mund të ketë një jetë kaq interesante jashtë saj. Pse? Sepse në atë pjesën boshe përveç faktit që I pëlqen monotonia, mund ta mbush atë monotoninë me 1000 gjëra shumë interesante. Mund të jetë duke mësuar një gjuhë të re, mund të jetë duke mësuar një profesion të ri, mund të jetë duke mësuar një studim komplet të ri, mund të jetë duke bërë vetë një studim të ri, mund të jetë duke u marrë me diçka krejt interesante, mund të jetë duke folur në një video YouTube-i
për në lidhje me mënyrën se si njerëzit mund vendosin kontakte me njëri tjetrin dhe për më tepër të jenë edhe tërheqës. Ka njerëz që thonë, më pëlqen monotonia dhe mund të jenë krejt shumë herë më shumë interesant në jetën e tyre të normale pastaj, mbas asaj pjesës monotonisë së punës, dhe ka njerëz të tjerë që thonë, nuk më pëlqen monotonia, por në fund të ditës nuk bëjnë absolutisht asgjë me jetën e tyre. Dhe duke pasur këtë mënyrën, mundet edhe të bëni këtë ndërthurjen, pra do më thënë të jepni mundësinë për të lënë atë kuriozitetin, po mësoj një gjuhë të re, edhe thjesht e lë me kaq, dhe pastaj mund të vinë një pyetje tjetër, po çfarë gjuhë po mëson? A je interesuar? Sa gjuhë di? Mund të japësh vetes hapësirën për të bërë edhe 10 pyetje të tjera në lidhje me këtë, dhe në këtë mënyrë ti tregohesh më tërheqëse, sepse ti e ke dhënë vetëm pak informacion, ndërkohë ke bërë tjetrin të tërhiqet mbas teje edhe të bëj më shumë pyetje të tjera. Këto janë disa nga mënyrat se si mund të jeni më tërheqëse në bisedën tuaj. Shpresoj që në njërën prej këtyre të keni mundësi ta përdorni edhe të më thoni se si funksionon në të vërtet. Do doja shumë që nëse keni raste kur të keni përdorur të paktën një nga këto teknika dhe të na thoni se vërtet ka funksionuar ose jo, do të ishte shumë mirë të na i linit në koment. Faleminderit shumë dhe mos harroni të bëni subscribe nëse mendoj që deri në fund. Do të shihemi sërish në video tjetër.